Aktivitetet për 200 vjetorin e lindjes së ideologut të rilindjes tonë kombëtare Pashko Vasës kanë nisur me vendosjen e kurorave dhe tufave me lule në varrin e tij, pranë varrezave të dëshmorëve, të organizuara nga trashëgimtarë të familjes Vasa dhe Bashkia e Shkodrës. Më pas veprimtaritë janë zhvendosur në shtëpinë e tij në Arrën e Madhe, monument kulture ku është hapur një ekspozit me dokumente të papublikuara më parë, të siguruara nga arkivat turke. Aktivitetet kanë vijuar me një sesion shkencor për jetën dhe veprën e tij, ndërkohë trashëgimtarë të Pashko Vasës, studiues, përfaqësues të pushtetit vendor dhe të institucioneve të ndryshme kanë theksuar se Pashko Vasa ka qenë dhe mbetet një frymëzim atë dhe dashurie për brezat. Mesazhi është shumë i qartë, ta duam më shumë atëdheun tonë, bëjmë më të mirën që Shqipëria të ecë më përpara. Do kisha dëshirë që të vlerësoj prapë më shumë, të studioj më shumë. Jeta e tij, veprimtaria e tij, deri tani më duket e pamjaftueshme, ka nevojë për më shumë studim, jeta dhe veprimtaria e tij. Feja e shqiptarit është shqiptaria, synon vargje që e paraprin thotë të gjithë si vllazën një bes shtrëngonju, synon që burimet e shenjtërisë që ka Shqipëria, që i ka të fuqishme, po i krahasoj me burimet e lumenjve, që janë burimet fetare të krishterë myslimane, duhet të sintetizohen dhe do të thënë sistemi edukativ shqiptar duhet të jetë i aftë ta bëjë këtë sintezë, sepse ata nuk mund ta bëjnë vetë institucionet fetare që janë të interesuara për homogenitetin e tyre fetar. Kështu që kjo është detyra e shkollave shqipe. Besoj se s'ka shkodran që njehet krenar me mesazhet që mbeten gjithmonë aktuale për shqiptarinë, nga thirrja e parë O Moj Shqipni, me vargjet lapidare se feja shqiptarit është shqiptaria, dhe në përmbylljen mesazhin e fortë për çdo shqiptar, kudo ndodhet, të vdesim si burrat që vdiqën motit, e të mos marrohna përpara Zotit. Nihem më e re se kur. Jam e gëzuar edhe jam shumë e lumtur që po marrin pjesë shumë njerëz e po na nderoni. Ne ndodhemi sot pikërisht në banesën e tij, e cila është shpallur monument kulture që në vitin 1968. Është një mesazh i mirë ky që i jepet edhe qytetarëve, komunitetit në lidhje me mbrojtjen e pasurisë kulturore. Këto banesa nuk janë thjesht memorie historike e qytetit, janë disa muze, institucione muzeore, sepse përbëjnë një ansambël vlerash arkitekturore, etnografike, por dhe lidhen edhe me personalitetet dhe figurat njohura të qytetit tonë dhe të historisë së Shqipërisë. Në konferencën shkencore për jetën dhe veprën e Pashko Vasës mbajtën kumtesa Shoqëri Hysi nga Universiteti e Qerem Çabe në Gjirokastër, Fatbardha Fushaj, Marcel Nikaj, Sareta Koperaj, pedagog të Universitetit të Shkodrës, Artur Shkurti nga Udha e Shkronjave në Tiranë, Jak Simoni nga Universiteti Aleksandër Mojsiu në Durrës dhe Zeqir Zeqirllari nga Universiteti e Qerem Çabe në Gjirokastër. Veprimtaritë vijuan me interpretime artistike nga aktorët e teatrit Mixheni në Shkodër, grupi sazëve të Përmetit e të tjerë.